Kemi mesazhe të shumta. Shumë shikues tan, unë dua të ndalem pak te webi dritro, të flasim pak për webin. webin. Te webi, po sapo ma konfirmuan lajmin Valbona që rasti I shpatit është nuk që ka fake, po është një lajm I vërtet. Ngushëllime familjarëve, ngushëllime gjirimseres, Albinit, Jeonës edhe të gjithë farefisit, të gjithë njerëzve, të gjithë miqve, gjithë Ngushëllime ty Dritro, Dritroja ka një shpatin familjar të afërt, me të vërtetë shpreh ngushëllime më të sinqerta, është një humbje shumë e hershme, vetëm 40 vjeçar. Me të vërtetë nuk dim se çfarë të them, një artist me plot kuptimin e fjalës, një ambasador siç thot Dritroi gjithmonë I mrekullueshëm I vendit ton. Jemi rritur me këngët e tij, jemi rritur me frymën e tij. Po, lajmi u konfirmua nga familjarët e afërt. Le të jetë shpirti I tij I mëshirueshëm. Shpresoj për më tepër do të kemi informacione në ditën e vijim. Ky mëngjes na gjeti kështu ka ndodhur në Itali. U qëndron atje bashkë me bashkëshorten edhe vajzën e tij. Po shpresojmë që jeta të vazhdon përpara, ngushëllime. Nuk e di çfarë të them më shumë.